Mirë, do të flasim më gjërësisht për takimin e Igli Hasanit, ministri shqiptar me homologun e tij grek, por edhe me raportet e Shqipërisë me Athinën zyrtare. Do të kemë në komunikim të drejtë për drejtë në këto momente sekretarin e Omonjas, zotin Marin Sulli. Zoti Sulli, ju përshëndes, faleminderit që jeni me mua. E nderuar të përshëndes, të falenderoj për ftesën. Zoti Sulli, fillimisht të nisim atë që ministri grek deklaroi dhe u desh shpjegimi i ministrit grek që të mësonim nese në qeverinë e zotit Rama është një ministër dhe është zoti Igli Hasani me origjinë greke. Vetë ministri Hasani nuk e ka ekspozuar ndonjëherë këtë aspekt të jetës së tij, por kjo ju afron edhe më shumë me zotin Rama? Po, në fakt nuk është vetëm zoti Hasani, është edhe ministri mbrojtjes zoti Piro Vëngu, kështu që është më tepër se sa një me origjinë greke, por nuk besoj se na afron ose na largon se ka një më tepër ose një më shumë apo disa apo as pak njerëz me origjinë greke apo me pasaport greke në qeveri apo në një institucion. Besoj në afrojnë sjelljet e qeverisë në marrëdhëniet dypalqe dhe në marrëdhëniet midis shteteve. Kjo është një gjë që i afron kombet dhe sidomos dy vende që janë fqinj dhe janë të destinuar që të shkojnë mirë, siç është Shqipëria dhe Greqia, që janë dy popuj miq dhe dy popuj vëllezër. E qartë. Ndërkohë, ministri Hasani tha dje në Athinë se është koha që të dy vendet të marrin seriozisht raportet mes tyre dhe çështjet të lëna pezull dhe që duhen zgjidhur. Si lexoni ju këtë deklaratë? Pra do të thotë se çfarë ndodhi deri dje, kujtojmë këtu me replikat për çështjen Beleri apo pronat, tani nuk duhet të merren më seriozisht? Unë besoj që është ose një gaf ose një mosdije ose një pafërgjegjshmëri e ministrit, sepse çështjet janë marrë tërkohën seriozisht dhe është zoti Rama dhe qeveria e tij që i ka ndërprerë çështjet, sepse të gjitha marrëveshjet apo problematikat që sot janë mbi tavolinë kanë qenë dhe në 2014 dhe në 2015 dhe në 2016 dhe Shqipëria dhe Greqia ishin afër një draft marrëveshje të dakorcuar nga të dyja palët midis ministrit Kocias dhe ministrit Bushati, të cilën e prishi vetë zoti Rama dhe këtë e dim të gjitha palët për interesat të Erdoganit dhe të Turqisë për interesat të Turqisë në rajon. Kështu që në qoftë se zoti Hasani ka shkuar në Greqi dhe ka ndërmend që t'i kthehet logjikës arsyes shtetit ligjor, demokracisë dhe rregullave europiane, ky është një lajm i mirë për të gjithë ne që jetojmë në Shqipëri, sepse më në fund dikush i ka thirrur arsyes dhe po i kthehet normalitetit dhe shinave të shtetit demokratik dhe shtetit ligjor. Ndërkohë, zoti Sulli, nga sa tha ministri grek, po shohim një qëndrim shumë të moderuar të Athinës në raport me qeverinë e Rama, që në fakt bie disi ndesh me qëndrimet tuaja për situatën e demokracisë dhe të drejtave të njerëzit në Shqipëri. Mos ndoshta Athina ka një lexim tjetër të situatës nga faktori grek në Shqipëri? Absolutisht jo, nuk është e vërtet kjo dhe për arsyeën që edhe kemi thënë dhe edhe normalisht duhet të kuptohet që Athina dhe çdo vend dhe çdo kryeqytet evropian i Bashkimit Evropian dhe jo vetëm nuk konsiderojnë zotin Rama dhe qeverinë e tij Shqipërinë. Marrëdhëniet midis dy shteteve janë marrëdhënie midis dy popujve dhe nuk mund të kondicionohen nga papërgjegjshmëria e një diktatoruci të vogël që aspiron të hyjë në Europë. Athina nuk ka pasur asnjëherë tendencë dhe ka qenë inkurajuese dhe sjell si vëlla i madh në aspiratën e madhe të shqiptarëve për të hyrë në Europë, pavarësisht se Shqipëria është një popull në mes të Europës dhe i vetmi që e mban larg Shqipërinë, larg Bashkimit Evropian dhe institucioneve europiane, po për më tepër larg sjelljes si shtet evropian dhe të jetuar si vend evropian është Edi Rama dhe qeveria e tij, janë të vetmit aktor dhe faktor që e kanë penguar dhe e pengojnë me veprime proaktive, jo nga pa dia apo nga mos veprimi, e pengojnë me veprime aktive. Kështu që nuk ka ndryshuar qasja Athina absolutisht. Për Athinën janë çështjet e të drejtave të njerëzit, çështjet e shtetit ligjor, çështjet e demokracisë, çështjet e të votuarit të lirë dhe të votuarit si shtetas evropian dhe njerëz të lirë janë çështje kryesore, po sigurisht
që të gjitha këto çështje janë çështje që duhet të fliten në tavolinë nëpërmjet negociatave, nëpërmjet mekanizmave të Bashkimit Evropian, që janë mekanizma shtrëngues në rastin e Shqipërisë për ta kthyer shtetin shqiptar nga një anormalitet dhe nga një autokraci e një njeriu të papërgjegjshëm në një shtet demokratik dhe në një shtet evropian, siç qytetarët shqiptarë meritojnë tashmë prej 30 vjetësh. Zoti Suli, a besoni në rinisjen e marrëdhënieve shqiptaro-greke dhe sipas jush çfarë e ka bërë qeverinë shqiptare të reflektojë nëse është kështu siç edhe deklaroi zoti Hasani? Pra, do të marrin zgjidhje çështjesja jo e pronave apo vetë deklarimeve? Po, kjo është vetëm një përpjekje si një premtim elektoral, po të shikosh realitetin edhe sot, edhe dije dhe pardije, në lidhje me pronat të paktën e Imar, ku unë kam informacion të plot, nuk ka ndryshuar asnjë gjë. Shpresojmë në Zot dhe lutim Zotin që kjo të jetë e vërtet, duhet ishte e vërtet që dije në fakt, po të themi dhe të bëhemi optimist që të jetë e vërtet që nesër do jetë shumë mirë për njerëzit që të më në fund të gëzojnë pronat e tyre dhe mos presin fushatën e radhës ku Edi Rama me servilt e vet të vi me ca copa letre dhe të gënjej dhe njëherë tjetër i marrën dhe gjithë shqiptarët se po jep prona. Shpresojmë shumë që të jetë e vërtet dhe besoj që hapja e kapitujve të ndryshëm dhe futja e sa më tepër mekanizmave evropian në kontrollin e shtetit shqiptar është një çështje shtrëngimi që Edi Rama me të vetët, me çetën e vet, t'i kthehet normaliteti dhe shtetit ligjor dhe demokracisë në vend. Zoti Suli, për të folur pak për zgjedhjet e 11 majit, sa të kënaqur jeni ju me rezultatin e 11 majit, duke marrë parasysh faktin se në këto zgjedhje nga partitë e minoritetit grek garoi vetëm partia PBD1 me një vend të sigurt në listën e mbyllur të qarkut Vlorës. Po nuk besoj që është askush i kënaqur nga votimet, se ato nuk ishin zgjedhje. Ne nuk patëm mundësi shqiptarët nuk patën mundësi të zgjidhin, sepse aty zgjodhi administrata Edi Ramës e te i fryr, zgjodhi policia, zgjodhi ushtria, zgjodhen punojësit e bashkive, punojësit e kadastrave, punojësit e AKU-s. Lista e Partisë Socialiste ishte një listë drejtorash të përgjithshëm, ministrash dhe njerëz që treqin interes, ku përballë kishin njerëz pa pozicione, njerëz nga profesione të lira. Kështu që nuk besoj se ka rëndësi sa e përfaqësuar ishte PPD1-shi apo ndonjë parti tjetër. E rëndësishme është që nga ky proces duhet të fitonte demokracia, të fitonte shteti ligjor dhe të kishte një ndryshim. Asnjë gjë nuk ndodhi, junta ushtarake ose policore e Edi Ramës me banditët e vet në çdo qark dori anonimër me 20.000 vota që votohen më shumë nga ish kryeministra apo nga ish politikan të votuar për vite në Shqipëri, kështu që kurse si deformimi i një procesi zgjedhor demokratik në një vend që aspiron të hyjë në Europë nuk mund të jetë sukses apo nuk mund të ketë pritshmëri, një anormalitet. Votimet e 11 majit në Shqipëri ishin anormalitet dhe ky anormalitet duhet të kthehet një orë më përpara në normalitet dhe në demokraci ku njerëzit të kenë të drejtë të zgjedhin të lirë. Njerëzit nuk patën të drejtë të zgjedhin të lirë. Ishte e pamundur. Më ndodhi para 2 ditësh, mos gaboj se 3 ditësh, për shkak të fundjavës me familjen, isha në Imar dhe u ktheva në Tiranë dhe ndalova në Tragjas të Ajabuk. Dhe pyes një nga ata banorët e Tragjasit, "Ore, po ju marrin ujë, si votuat?" O Marin, tha, na erdhe një javë përpara të na prishin shtëpit me fadrom, tha, dhe na kërcënua, po s'na dha votën do ju prishim shtëpit. Kështu që njerëzit nuk ishin të lirë të zgjedhin, sepse ishin të lirë të zgjidhin midis o prishjes së shtëpisë ose marrjes së ujit, që dhe marrja e ujit është prapë prishje shtëpie. Dhe si modeli i Tragjasit ka model në çdo vend ku njerëzit nuk kanë qenë të lirë të zgjedhin, kanë qenë të presionuar me të gjitha format e mundshme që ju imagjinoni, me heqje shërbimi shëndetësor, me heqje kempi, me heqje ndihmë ekonomike, me dhënie me procedurë të përshpejtuar të një legalizimi, me lloj-lloj çmendurirash që vetëm Ramës dhe çetës së vet mund t'i vënë në mendje se si bëhen votime dhe se si vidhen shqiptarët në mënyrë të organizuar. E qartë. Ndërkohë, zoti Suli, me qasjen e re të raporteve Athinë-Tiranë, sa gjasa ka që edhe zoti Dule të pozicionohet sërish majtas në legjislaturën e re?
po nuk besoj se ka një qasje të re në marrëdhënie që do të thotë që shteti grek apo në një shtet evropian bie dakord me orllëqet dhe me padrejtësi dhe me shkeljet ligjore që bën qeveria e zotit Rama. Zoti Dule është, partia e Zotit Dule është në marrëveshje me opozitën dhe nuk besoj që ka asnjë gjas, sepse Zoti Dule është i bindur po ashtu si unë që janë vjedhur votat që PPD-n do kishte një mandat tjetër, sepse në parlament duhet ishte edhe Petro Gjikuria, kështu që Zoti Dule asnjë njeri me logjik dhe përsa e njoh Zotin Dule është njeri me shumë logjik, nuk mund të bëhet me atë që vodhi votat dhe shtrëmbëroi dhe vodhi vullnetin e popullit shqiptar. Edhe diçka të fundit, zoti Suli, është folur për një riorganizim të Omonjas me përfshirjen e dy partive të minoritetit grek, PPD-n dhe Megas. Në çfarë faze janë këto diskutime dhe çfarë synon ky riorganizim? Nuk është folur për një riorganizim të Omonjës. Omonja ka ciklin e vet statutor të riorganizuarit të vetes. Sigurisht që pasi të mbaroj faza e denoncimit të vjedhjeve të votimeve në Shqipëri, do të ketë organizimin e vet kur ka kohën dhe sigurisht që është mirë që ka pasur një tentativë për të bashkuar gjithë spektri i përfaqësimit politik të minoritetit grek në Shqipëri. E qartë. Mirë, zoti Suli, faleminderit që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Kënaqësi. Të faleminderit juve, ditë të mbarë.